Nga 7 tetori në kuadër të kontrolleve të trafikut janë regjistruar 373 shkelje për pjesëmarrje në trafik pa leje drejtimi. Në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme policore në fushën e trafikut në të gjitha sektorët e punëve të brendshme, përfshirë aktivitetet e njësisë mobile për sigurinë në trafikun rrugor, janë sankcionuar 18.458 shofer që kanë marrë pjesë në trafik pa pasur patent shoferi. Më shumë shkelje të tilla janë regjistruar në zonat e SPB Strumicë dhe Shkup me 3.275 dhe 3.202 shkelje. Më pas në territorin e SPB Manastir, 2.811 shofer janë sankcionuar për drejtim pa patent shoferi, 2.086 masa janë shqiptuar në territorin e SPB Tetov dhe 1.660 shofer janë sankcionuar për drejtim pa patent shoferi në SPB Kumanov. Njësia mobile për sigurinë në trafikun rrugor ka vendosur 1.634 masa ndaj shoferëve që kanë marrë pjesë në trafik në kundërshtim me dispozitat e nenit 225 të ligjit për sigurinë në trafikun rrugor, pra kanë drejtuar pa patent shoferi. Në javën e parë të tetorit, pra që nga data 7 tetor 2025 deri më tani, janë regjistruar 373 shkelje për pjesëmarrje në trafik pa patent shoferi në kuadër të kontrolleve të trafikut. U bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat e trafikut dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë për rrugë më të sigurta për të gjithë ne, thonë nga MPB. Kontrollet e intensifikuara të trafikut do të vazhdojnë dhe në ditët në vijim.